nga përplas. Që të mora, ti që erdhe të bësh këtu? I cili takim është me një dietolog. Shumë bukur. Kush nuk ka qef masazhi? Edhe unë me nervat e mia fillova të zihem me atë. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eleana, sot kemi një vlog të ri, edhe unë jam bërë gati sepse kam provime. Duhet të shkoj në universitet, të shkruaj mësimin tim, edhe nuk kam lexuar shumë, të them të drejtën, tani mos gënjejmë para kamerës, të bëjmë sigur jemi vajza të mira dhe i bëjmë të gjitha edhe i lexojmë të gjitha, jo, me pak fat në jetën time, mbase edhe e kaloj. Nuk e di, do shohim. Duam thjesht shumë fat. Dua të më dërgoni shumë energji pozitiv që ta marr të gjithën këtë edhe t'ja dal. Sot u zgjova, ndjesha super e kputur, është dita ime e parë e ciklit, edhe unë ndesha thjesht të zgjoj me të ri gjithë ditën në krevat, edhe të mos bëj as edhe një gjë. Plani për sot është të shkojmë në universitet, të rikthehemi. Presoj të arrit të shkoj të marr edhe një pako që më erdhi dje në shtëpi. Unë isha në palestër, edhe më tha i buri që ku je? I thash, jam në palestër. Ke mundësi ta sjellësh këtu? Më tha, jo. I thash, edhe tani si do ja bëjmë? Më tha, do vi shtu ta marrësh. Thash, okay, super. Duhet të shkoj ta marr edhe atë pakon, edhe pastaj në darkë kam edhe një takim, të cilin do ju tregoj pastaj dhe do ju shpjegoj pak a shumë ç'është, pse e bëj e të gjitha këto gjëra. Por deri atëre, unë më që kam një orë derisa të ik, të rri të lexoj pak, të bëj refresh ato gjërat që po lexoja kaq ditë, edhe të shkoj në universitet, e pastaj flasim, shohim për gjithë të tjerat. Tik, ky stresi njerë nga dita jonë. Outfiti për sot është kjo këtu. Edhe ka filluar po më pëlqen pak si shumë. Dhe them, tani unë, pse e vesh këta për universitet edhe nuk e vesh që të dalë? Po pastaj them, për këtë gjë i kemi robat, se rimi ruajmë brenda në dollap, themi do i vesh kur të bëj, kur të dal, kur kështu, kur ashtu, edhe nuk i veshim kur. Edhe thash, e di ç'a, më pëlqen, e vesha, do e mbaj. Psikologjia ime sot është super mirë, në kamp do vesh këto pupat, mor edhe çantën time të madhe që të nxij gjithë gjërat që dua brenda, do veta një kufje në vesh para se të dalim nga shtëpia, sepse do hym në tren, do vesh syzet edhe kufjet nga lart që të mos më shikoj, të mos më flas as edhe një njeri. Jam në përgjithësi vajzë simpatike, po ekzistojnë edhe ditë që nuk dua të flas, nuk dua të shikoj, nuk dua të bie në sy fare. Syzet e mia ku janë? Kur po shkoj pa syze? I gjeta. Jam gati. Nga universiteti, erdhi Devi, më mori me makinën time. Edhe se ju kam thënë që këtë kohë ma ka marr, sepse i është prishur makina e vet. Edhe vajte mora atë pakën që ju thosha në mëngjes. Është një pakon nga Temu. Edhe atë pakon do ta bëj unboxing në TikTok. Kështu që të shkoni të më ndiqni në ato platformat. Edhe me që thash TikTok tani, desha t'ju pyes. Unë do të filloj të postoj më shumë në TikTok. Ju, qa content do kishit qef të shikoni, për shembull? Më pëlqejnë shumë ato Get Ready With Me, bëhemi gati bashk, e gjëra të tilla. Ju pëlqejnë? Më shkruani sugjerime në komente, do desha shumë opinionin tuaj. Edhe tani, po shkoj në shtëpi të bëj një banje të gjitha, edhe pastaj do shkojmë në takimin që ju thash që kam në dark. Qa dielli është ky, i cili takim është me një dietolog. Kam pronontuar të shkoj të nxjerr një program javore me ushqime që të filloj të haj si njeri, sepse desha shumë kohë të bëj këtë ndryshimin në jetën time, të filloj të haj më shëndetshëm, për që të kem edhe më shumë energji, sepse shkoj edhe në palestër. Kur shkon në palestër edhe han keq, nuk shikon rezultate, edhe them, kot që po shkoj, do me thënë, po të haj burger sa pastaj. Edhe kështu që thoni, thjesht kam frikë të shikoj peshën time, sepse do më tregoj edhe qa përqindje dhjam kam në trup, edhe atë kam frikë shumë të shoh, por duhet të bëjmë hapën e parë, që të fillojmë udhëtimin e jetës të shëndetshme.
Dëgjoni tani ç'a ndodhi. Unë ju thash që do ju marr me vete te dietologu që kisha takim, po nuk ju mora me vete. Sepse ishte herë e parë edhe ndjesha pak në siklet edhe thash vajza tani nuk më njeh, nuk din ç'a bëj unë me jetën time mbase e sill edhe atë në pozitë të vështirë. Edhe thash lere me që është herë e parë nuk do e marr me vete. Prandaj erdha ula këtu që t'ju them si vajti seanca jon e parë edhe t'ju shpjegoj edhe ju ç'a më tha sepse do të ndaj lajmet e mia të reja me ju. E shikoni këtë letrën, janë gjithë informacionet që na duhen për trupin tim, si për shembull pesha ime, si për shembull sa përqind djam kam në trup, sa përqind muskull kam në trup e të gjitha këto gjërat. T'ju them edhe juve ç'a më doli, sepse asu nuk e dija, unë në përgjithësi nuk peshohem në jetën time, nuk e di as po kemi peshore në këtë shtëpi, edhe në përgjithësi nuk e kam te rutina ime. Por gjithmonë kur shkoja nëpër doktore ose gjëra të tilla që më peshonin, kilet e mia ishin te 55. Edhe gjatësia ime është 1,65. Kështu që më tha që kilet që ke janë 100% normale, janë super për trupin tënd, për strukturën e trupit tënd. Pastaj kemi 11.2 kile djam në trup. E më tha që kjo është 100% natyrale prap, edhe më tha që nuk duhet të bjem poshtë 10 kile djam në trup, sepse më tha që pore poshtë 10 kiles mund të kesh pastaj probleme, si të tipit të bjen flokët, si të tipit të kesh puçra ose shumë gjëra të tjera. Më tha në përgjithësi që gratë duhet të kenë më lart se 10 kile djam në trup, sepse ajo tregon që je e shëndetshme. Edhe thash super, unë kam vetëm 1.2 kile më shumë se sa duhet, po më tha është, domethënë, shumë normale. Pastaj kam 41.5 kile muskull në trup, edhe në përgjithësi e pa këtë letrën këtu, e më tha, ti që erdhe të bësh këtu? Më tha, letra që ke që të doli është perfekte. Nuk ke asgjë, nuk ke nevojë për asgjë, as të humbësh kile, as të marrësh kile, as që të rregullosh diçka. Më tha, ti ç'a problem ke edhe erdhe këtu? Vërtet kështu më tha se ishte edhe vajzë e re në moshë, edhe kuptoheshin pak më mirë. Edhe unë tani fillova t'i them që kam para ato vajzat në TikTok, në Instagram që kanë një trup shumë të palestruar, kanë absa në bark që shumë më pëlqejnë edhe mua, do desha këtë janë dej në trupin tim t'i kem. Po i thash që shkoj edhe në palestër, bëj gjimnastikë edhe desha të filloj të haj pak më mirë, sepse në përgjithësi i thash që as nuk gatuaj, as nuk i haj të gjitha vaktet brenda ditës. Unë shumë herë mund të mos haj as mëngjes, as drekë, edhe të haj direkt dark pastaj. Se ose haroj, ose nuk e kam në mendje, ose të gjitha këto gjërat. Edhe shumicën e ditëve brenda javës do haj jashtë. Do haj edhe McDonald's, do haj edhe suflaqe, gjitha këto gjërat që nuk bëjnë mirë. Më tha që arsyeja që unë haj në këtë mënyrë edhe letra ime është perfekte, do me thënë numrat e mia janë perfekte, është sepse kam moshën 22 vjeç. E më tha që tani edhe gur të hash, prap do të dalin perfekt. Sepse metabolizmi im është metabolizmi i një fëmis 12 vjeç. Ma nxori këtu. Hapa e parë që duhet të bëj unë që të ndryshoj pak lidhjen që kam me ushqimin, është të filloj të haj gjithë vaktet, mëngjes, drekë, darkë, edhe të filloj të pres ushqimet nga jashtë. Më tha të gatuaj në shtëpi, edhe më tha që për 2 ditë do më dërgoj programin e ushqimit tim të parë. Do më shkruaj ajo, më pyeti, do me thënë ç'a ushqime haj, ç'a ushqime preferoj në përgjithësi në rutinën time. Unë i thash burger, sa më tha gjëra të tjera. Dhe i thash pak a shumë që haj mishpule, këtë janë dej sepse për shembull unë peshku nuk e haj. Më tha, ok, nuk ta ve fare. Sepse normale programi duhet të bëhet në bazë të ushqimeve që han ti, të preferencave tënde, sepse po të më vinte mua peshk në program, nuk do e haja. Edhe këto që ju them tani janë të gjitha të bazuara me trupin tim. Çdo njeri ka nevoja të ndryshme, edhe për ushqim, edhe për jetesën, edhe për varet nga shumë gjëra kjo gjë. Edhe kështu që thoni, po të paktën vajta u peshova, i pash të gjitha, edhe ndim pak më mirë, them të drejtën me trupin tim. Plus për atë që i thash për trupat që shikoj unë në TikTok, në Instagram e këto gjëra, ai trupi nuk i shkon të gjithë. Tha unë me numrat që shikoj te letra jote, nuk besoj që do të shkonte ai trupi që ti mendon që don. Edhe më tha që po don aman
ta provosh, ta bësh këtë gjë, ta arrish atë rezultatin që ti ke në mendje, të që nga 55 kg duhet të arrish 60 kg. Të shtosh, domethënë 5 kg të trupi jot, që të fillosh të shikosh rezultatet që ti don. Edhe unë këta nuk e kisha menduar. Unë mendoja që okay, do hum kile, që mbasi do duhet të bëj një dietë që të hum kile dhe të duken rezultatet në trupin tim. Po jem se jo, duhet të marrësh kile që të kesh rezultate. Sepse unë do mirë kile, po ato kile do bëheshin muskla. Po, unë nuk e di po duhet të hyj në këtë procedurë, sepse po në një moment të dytë ndodhi diçka edhe nuk duhet të vazhdoj me palestrën. Pastaj nga 60 kg, nuk e di sa kollaj do jetë, po duhet të rikthem prapë te 55 që janë tani. Kështu që më vuri në shumë mendime, nuk jam akoma e sigurt çfarë do zgjedh të bëj, por hapi i parë është që do filloj të haj më mirë, të haj ushqim në shtëpi, të gatuaj edhe të pres gjitha ato gjërat që e di që nuk bëjnë mirë te trupi im. Shumë pozitive për këtë udhëtimin që do filloj, shpresoj ta mbaj, sepse shumë premtime po jap, shumë po flas për këtë gjë dhe nuk e di si do shkoj, por vërtet shpresoj ta mbaj, sepse besoj do më ndihmoj në shumë aspekte në jetën time. Nuk kanë të gjithë nevojë të shkojnë në një nutricionist që ta fillojnë këtë udhëtimin, thjesht unë desha ta bëj në këtë mënyrë sepse vetë kam provuar 1, 2, 3, 10 herë ta nis këtë programin me ushqimin, po nuk ja kam dalë. Edhe thash, do shkoj kësaj radhe në një profesionist, mbase më ndihmon. Do shohim për 2 ditë që do marri programin. Presoj të shkojnë të gjitha mirë. Edhe këto ishin të rejat e mia. Mirëmëngjes! U ktheva në shtëpi nga palestra edhe kam vënë një qëllim të filloj të shkoj në palestër 4 herë në javë. Kam kuptuar që është diçka që nuk është shumë kollaj ta bësh, por po mundohem. Sot është dita e tretë që po shkoj, edhe më ngjelet edhe një tjetër. Në përgjithësi për mua shtatori është fillimi i vitit. Për shumicën mbase është dhjetori, që hyn vërtet vit i ri. Për mua temandja ime sepse mbase ka të bëjë edhe shkolla që nis tani të gjitha programet e jetës tonë. Për mua tani ka nisur vit i ri, edhe prandaj po mundohem të ndryshoj pak jetën time. Me sa ka mundësi. Tani mbase dhe jap më shumë premtime te vetja ime se sa duhet, po s'ka gjë. Fake it till you make it. Duhet të besojmë diçka që të arrim ta realizojmë. Edhe tani duhet të hyj të bëj një banjë, të heq djersën, nuk kam granazje, por dietologu që ta dini më tha që nuk ka problem që nuk haj para se të shkoj në palestër, se kam parë shumë komente që më shkruani që pse shkon në palestër pa ngran, këtë andej. Unë e pyeta dietologjen që vajta dje, e më tha që s'ka gjë, thjesht duhet të hash kur të mbarosh palestrën, domethënë të hash vaktin e mëngjesit, të mos e parakalosh. Më tha edhe në orën 12 të hash edhe në orën 1, po do haj e mëngjesin, thjesht pastaj do haj drejt në orën 4-5, që për mua është okej, nuk më intereson edhe shumë barabart ato orar kam unë. Morë edhe kafen time, normale, po hy të bëj banjë edhe pastaj të vishemi të bëhemi gati sepse do dalim. Outfiti për sot është gati. Tani ju nuk e shikoni të gjithën, por do ju tregoj poshtë te pasyra. Tani për tani, po shoh çfarë do vesh në kam. Do thoni ju ku do shkoj, se unë kam haruar, po nxitojmë se duhet të dal, se jam e vonesi gjithmonë dhe kam haruar që nuk ju kam thënë çfarë do bëj. Do shkoj në qendër, që thoni, kemi parë një lokal super cute, super të bukur, super estetik me Irinin. Irini është kushuriria ime e vogël. Edhe tham të shkojmë një xhiro deri andej. Tani po mendoj në për trene e këto. Do jem rehat unë me taka. Me shumë mundësi jo, por do jetë më i bukur outfiti me taka. Me shumë mundësi po. Kështu që do vesh taka. E dini çka kam këto, takat këtu, që janë të zeza të thjeshta edhe janë shumë të ulta. Një vajzë që vesh taka tamam, to do thot që janë sheshka fare. A kuptoni? Për mua edhe kjo takash, po do veshim këtu që të jemi pak më rehat. Ky seti që kam veshur është nga Comense. Është super cute, edhe po e vesh për herë të parë. Po thjesht më duket se është e zezë, sigur nuk është për ditë, sigur është për natë. Po, okay. Edhe ja ku është edhe outfiti total si u premtova që do ju tregoj.
përsëri shoferi im personal më mblodhi nga rrugët që bredh gjithë ditën. Irinin e kemi këtu mbrapa. Edhe pim kafe, bëm foto, kaluam shumë bukur edhe tani është më në fundora të kthehemi në shtëpi. Thjesht momentalisht është kulmi e trafikut te qendra e Athinës edhe ne e gjetëm fiks orarin që të dalëm. Jam kthyer në shtëpi, siç mundeni të shikoni. Ka kaluar pak ore sepse unë sa u ktheva në shtëpi ndjesha pak që do më binin të fikt. Nuk e di pse. Ushtriva gjysmore mora veten edhe tani jam bërë gati sepse do dalim prap. Kësaj radhe do dal me kushurierën tjetër në Adien sepse kemi kohë pa u takuar edhe më shkroi ti më tha hajde dalim për një gotë verë. Çka të pim, le të themi tani, edhe do vje dhe Irini që ishim bashkë në mëngjes për kafe. Edhe vesha këtë bluzkën këtu, nuk e di po duket, po këtu ka një fytyrë lart, e një vajze. Edhe nga poshtë vesha xhinse, jam mirë. Edhe tani kam erdhur në kuzhinë sepse kam gjysmore kohë derisa të ik. Edhe thash të bëj shpejt e shpejt makaronka, që të haj diçka në shtëpi, edhe të mos haj budalliqe prap nga jashtë. Shumë e bukur jema. Dana, përshëndet vlogun tim sepse njerëzit kur nuk del në për video më shkruajnë ku e ke mamin se na mungovi mami. Përshëndetje vlogu i Elanës. Mami mezi po pret të hapim pakot nga Temu se normale që i kam porositur edhe mami. Do të provosh atë fustanin të kuq që të mora. I kam marrë mamit një fustan të kuq. Po bisha? Wow! Qa goce, qa vajze, bukur është kjo, zot o zot. Ma shumë të shkon, e kuqja më duket është një nga ngjyrat tënde, sepse edhe jeshilja të shkon shumë. Shkoj se nga që i kam flokët shumë në ngjyrë të hapur edhe... Edhe bën... Dhe njëse edhe në të zezë shkon e kuqja, bën kontrast. Po edhe ty, shumë. E vërteta është që ku dashurove. Me vështrimin e parë, po edhe fiksëmëri në trup, Po, s'ka nevojë as për të shkurtuar që zakonisht ato unë që unë porosit Janë të gjata, po, se jemi të shkurtra ne. Janë gjata ato, po jemi të shkurtra, po. Le të themi që janë të gjata tani, të ndihemi ne pak më mirë, ha. Shumë bukur. Shumë bukur. Erdhëm për kafe te lojrat. Kemi marrë një lojë që quhet Dixit edhe po mundohemi të gjejmë disa karta ka të bëjnë me fantazi e të gjitha këto gjërat. Edhe po kalojmë super bukur. Shumë bukur. Shumë e bukur. Jani jam e sigurt që ka kuptuar çdo gjë. Tipe, në kanë historiet e voqi mame jetë më kurajshme. Përshëndetje nga dita tjetër. Pe hap sot kamerën te ora e drekës sepse deri tani po bëja pak editim, pak punka që duheshe t'i heq qafe. Edhe kam t'ju them që sot më arriti programi e ushqimit, si ta them? Programi që më krijovi dietologu që vajta. Në shqip si e themi? Unë nuk e di. Nutricioniste. Nutricioniste. E mirë, unë dietologe kam thënë që në fillim tani kuptohet. Mirë, Do ta ndroj tani. Nutricioniste. Me zërë e them këtë gjë. Edhe më erdhi programi. Kështu që sot në mëngjes vajte dhe pak në supermarket i kam gjërat këtu që mora. 2-3 gjëra mora, nuk vajta tamam ti marr të gjitha. Sot në mëngjes hangra një kuluri që është bukë në formë rumbullake. Edhe hangra këtë bashkë me pak krem djath. Edhe tani për drek kam të haj 180 grama. Të ha, po, këtë drek gjithmonë e them gabim. Sot kam të haj 180 gram mish pule dhe 4 lugë të supës oriz, të cilat po i zien tani mami sepse barabart po gatuan për babin. Edhe unë tani do bëj mish pule në air fryer të piqet edhe t'i haj të gjitha bashkë pastaj.
mbarova me drekën time. Tani filmova shpejt e shpejt një TikTok që desha, sepse si u thash, do të filloj të postoj pak më shumë edhe po mundojmë ta ve në rutinën time brenda ditës edhe TikTokun. Edhe tani desha të hyj të bëj një banjë. Por para se të hyj, desha t'ju flas për një problematik që besoj shumica e gocave e kanë, sidomos këtë kohë pas plazhit. Edhe ky problematik është rënja e flokut. Unë çdo vit këtë periudhë që nisja provimet në shtator, domethënë, kisha problem me rënjen e flokut. Bëja kështu edhe më ngelesh gjithmonë një tufë qimet e dora. Siç e dini, unë kam përdorur shampon dhe balsamin nga Purity Cosmetics për rritje dhe rigjenerimin e flokut, sepse doja t'i zgjasje dhe t'i kisha flokët të shëndetshëm. Por faktorët si plazhi, dielli, pishinat, ambienti ndotur, të gjitha këto bashkë me stresin ndikojnë te rënja e flokut. Duke qenë që linja e parë që provova nga Purity Cosmetics më pëlqeu tepër shumë, vendosa të provoj dhe zgjidhjen kundër rënjes. Kemi këtu shampon, por edhe balsamin me kolagjen dhe keratin kundër rënjes së flokut. Këto dy produkte forcojnë rënjen e flokut që të mos kputet, hidratojnë skalpin në thellësi, plus japin volum dhe shkëlqim te flokët tuaja. Gjithë produktet nga Purity Cosmetics janë natyrale, pa paraben, pa silikon, janë të formuluara në Gjermani dhe të testuara dermatologjikisht. Për mua duhet gjithmonë të keni kujdes ndaj produkteve që zgjidhni për të trajtuar një problematik. Un kam diku te 2 me 3 javë që po përdor këto produkte dhe vërtet shikoj efekt që në përdorimet e para, sepse më para shija shumë fije floku në dysh, edhe krari ishte gjithmonë plot. Tani nuk mund t'ju shpjegoj sa herë më pak flok më bjen nga koka. Nëse dhe ju po përballeni me këtë problematik, sugjerimi im për ju është kjo zgjidhje këtu. Kaq nga unë po i marr, po shkoj të bëj banjë. Mbarova edhe me banjon, flokët i lava, po më duket bëra gabim, sepse tani mendova që për do një orë kemi pronontuar unë bashkë me Davin, me të dashurin, të shkojmë të bëjmë masazh kështu kot. E vërtet është që Davi ka probleme me mezin, që tani 23 vjeç, sepse është gjithë ditën në këmp, në punë, edhe janë krijuar mbase probleme, i vimrin edhe shpatullat edhe të gjitha, edhe kishte kohë që më thoshte hajde shkojmë për një masazh, sepse normale nuk do të shkoj vetë, edhe unë kam qef, pse jo, kush nuk ka qef masazhin. Tani që i lava flokët thash, mos bëra budallallëk, sepse atje do shkoj, do bëjmë që dha me vajra, me gjëra. Edhe herën e fundit që kisha bërë, të bënin masazhet e të koka, që të preknin me duart me vaj. Edhe do më bëhet koka i gjithë vaj. Edhe unë mendova tani këtë gjë. Me shumë mundësi të duhet të lej prap kokën nesër, por s'kaq. Ç'do bëj? Por me që kam pak kohë derisa të ik, do rit të lexoj pak, sepse javën tjetër kam 3 provime akoma, edhe pastaj mbarova. Edhe këtë vlogun që shikoni tani ju, me shumë mundësi, nuk do ta postoj të martën, që është dita jonë, sepse të martën unë kam provime. Nuk e di po do arrita bëj editime të gjitha, sepse do duhet të lexoj. Do shohim. Mbase brenda javës, pastaj. Edhe boll fola, shihemi për pak që do vishim që të ikim. Ora kalovi, unë nuk e kuptova fare, edhe thjesht u vesha shpejt e shpejt, një palxhinkse, një bluzë të bardhë, shapkat të shtëpisë do i ndroj për pak, tani sa të dal jashtë. More dhe çantën time të kuqe, burgundi. Flokët e mia janë në një situatë skandal sepse nuk i bëra asgjë, thjesht siç dola nga banja, tani do dal edhe nga shtëpia. Po nuk më intereson edhe shumë, nuk u lueva fare, nuk kam vënë asgjë të fytyra ime sepse besoj që do shkoj atje, do jetë plot me avull vendi, kthej andej. Edhe barabarte të ve make-up nuk ka shumë kuptim se për masazh po shkoj. Asgjë, do ve shapka edhe ika. Oh my god, so beautiful. Are you ready? Yeah. Let's go. Hyra tani në makinë. E pash Davin, i kishte rregulluar flokët, i thash ti ç'ne që i ke rregulluar flokët. Barabart atje do bëhen keq më keq. E më thot, me që do dalim pastaj, them, më thot, po, do dalim pastaj me vllajën tim edhe me të dashurën e vllajt. I them, do me thënë kë pyet e ti që thej që do dalim pastaj. Unë ndërkohë jam kështu. E pa lyer, si mos më kesh mos them tani si jam edhe unë, po. Je shumë e bukur. Po, shumë e bukur jam. Edhe më thot do dalim. I them, të dalësh vetë.
kujdes nga një ditë tjetër. Desha të hap vlogun me pak më shumë energji, me pak më shumë pozitivitet. Ishim rrugës për një dyqan, atë dyqanin që kisha bler unë syzet e mia që ju kisha treguar në një vlog më para. Kisha bler një palë syze Gucci që thoni ju. Edhe kur kisha vajtur me pushime, më kishte ikur një anë. Kjo ana për shembull nuk ishte thyer, thjesht ishte zhvidosur. Disi kështu. Edhe vajta që të rregulloj, por ishim rrugës për atë dyqanin me makinën, jam me Devin, edhe kishim një aksident në rrugë, që thoni ju. Deshim të kalojmë një kthes, edhe siç po kalonim kthesën, erdhi nga ana tjetër një makinë edhe na përplasi, sepse deshte të futeshe edhe ajo në kthes. Nuk e perceptovi ku ishte makina, nuk e di, edhe na përplasi edhe thash, "Okej, dolëm nga makina", e fillovi na thriste. Qa bët? Pse rat lart meje, që janë këto gjërat, edhe këte janë dhe, edhe fillovi thriste. Edhe unë me nervat e mia, se ne nuk ishim faj, ne ishim të rruga jonë. Ajo e kishte fajin. Edhe unë me nervat e mia fillova të zije me atë, edhe normale kur bëhet aksident e dini që duhet të vi policia e të gjitha këto, edhe i thash prit këtu, mirë që nëzora foto, makinën e saj, targat e të gjitha, edhe i thash, prit këtu derisa të vi policia ti rregullojmë letrat e të gjitha. E më thot, jo, unë do ik. I them, jo, do presesh këtu derisa të vi policia. Ishte një zonjë madhe në mosh. Edhe më thot, jo, unë do ik. Edhe hyri në makinë dhe iku. Edhe ne tani po shkojmë në polici. Edhe kështu ka nisur dita jonë. Bukur, të paktën aksidenti ndodhi shumë afër te dyqani për syzet. Unë vajte rregullova syzet e mia brenda gjithë kësaj situatës. Edhe tani e morëm makinën edhe po shkojmë te policia. Jam kthyer në shtëpi dhe sa dola nga banja, kështu që po bëjmë skincare-in ton bashk, ndërkohë që unë po ju flas për sot. Unë nuk gjej kapset e mia tani. Do vej një kordel. Unë u ktheva në shtëpi çfarë, mbaruam me policin, vajtëm e deklaruam situatën. Edhe na tha që okay, do ju lajmëroj të hënën ose të martën, ku e di unë, sepse policia do flas me ata që u përplasën, me ata që ka makinën, domethënë. Makinën e ngjiste një grua. Edhe na tha që nuk është e imja makina. Kështu që ata të policisë do flasin me atë që e ka makinën. Që të shkojnë edhe ata në polici, të deklarojnë ç'a ndodhi, edhe pastaj do na marrin telefon. Syzet e mia i rregullova, do jo tregoj. Shqyr zoti bëra një punë që duhesh. Azit, 3 minuta. Thjesht kishte ikur vide dhe një vidosi. Kishte ikur kjo ana këtu. Edhe tani so cute, so beautiful. Ktheva në shtëpi, unë ndrova shpejt edhe ika në palestër, sepse unë po shkoj në palestër këtë kohë me një shoqe, edhe kishim lënë takim nga ora 5. Ora kishte vajtur 5:30 kur ktheva unë në shtëpi, prandaj ju thash që nuk kam filmuar sepse nuk kisha fare kohë. Thjesht u ndrova, vajta gjeta, e mora me makinën, vajtëm në palestër, bëjmë gjimnastikën tonë, edhe jam shumë krenare për veten time që vendosa ditë të shtunë të shkoj në palestër, ndërkohë që isha zyrë në mëngjes dhe kishim kaluar edhe atë stresin, edhe prap nuk e lash. Edhe bravo më lumë, edhe kjo është edhe një shenjë për ju, të nisni palestrën, të vini në rutinën tuaj, çdo gjë që të ndodh, ju do thoni që palestra duhet bërë sot, për shembull, ta keni si detyrë, jo si që okay, po kam oreks do shkoj, s'keni oreks të shkoni. Tani që u ktheva, hyra direkt të bëj një banjë sepse isha bërë qelbur. Unë në përgjithësi kur kthem nga palestra, hy direkt të bëj banjë sepse nuk dua të ulem në asnjë vend të shtëpia ime me ato rrobat e palestrës që ku e di unë, janë plot me djers, janë plot me mikrobe, me djers nga njerëz të tjerë. Edhe nuk, unë vetëm që mendoj që dori këtu në këtë karrige me ato rroba të them pastaj sepse tani e shikoni, jam me pijame dhe ulem këtu. Mbasi duhet bëj një karrige në dhomë e cila do jetë vetëm për kur jam me rroba të jashtme. Unë i kam vdekje të më ule dikush në krevatin tim, që i kam shtruar për shembull çarçafe të reja dhe të më ule dikush me rroba që kishte veshur jashtë, nuk mundeni të kuptoni si transformohem unë atë moment. Unë bëhem, nuk mundem as ta mendoj. Nuk më pëlqen fare. E kam shumë bezi. Si t'ja bëjmë tani? Tani po bëj skincare-in tim, që të ri pak edhe pastaj duhet të ik përsëri nga shtëpia, sepse do dal me shoqen time
time me Stelën do dalim për një koktejl, një diçka të pimë, sepse edhe ajo shoqja ime shkreta ka strese këtë kohë, edhe po vuan nga ana emocionale, jo në jetën e saj, po nga ana emocionale nuk është mirë. Edhe për këtë gjë janë shoqet dhe shokët, që të mbështesim njëri tjetrin në këto momente të vështira, sepse unë për shembull tani nuk kam fare oreks të dal. Dua thjesht të shtrim në krevat e të flej gjumë, por mund ta bëj këtë gjë, nuk mundem, se ajo shoqja ime nuk është mirë. Ka thënë hajde dalim se dua të them 2-3 gjëra që i kam këtu te zemra. Ti them unë jo, do flej gjumë, nuk mundem. Më ka arritur kjo korseja këtu që është e re, edhe mbrapa është kështu me lidhse, edhe shumë më pëlqen. Jon është gati, tani pak si kur jam zgjuar, sepse kam vënë muzikë edhe po kërcej, po këndoj tani këtu vetë në dhomë, vetëm kështu më ngrihet mua energjia me muzikë, me asgjë tjetër në këtë botë. Flokët e mia tani nuk e di çfarë të bëj, sepse unë vajtem palestër si u thash parë, po nuk i lava flokët, sepse mendova që do dalim në darkë edhe do bëjmë qelbur përsëri, sepse çdo herë që dal në përbare në Athinë, flokët e mia mëngjesin tjetër mbajnë mirë duhan. Edhe unë nuk e duroj këtë gjë, kështu që thash do i laj barabart ose në darkë kur të kthehem në shtëpi ose në mëngjes kur të zgjohem, varet nga energjia që do kem në atë moment. Edhe prandaj lash, nuk i lava. Po tani, disi nuk më pëlqen floku im si pori. Edhe po mendoj me shumë mundësi ta kap, do vesh edhe këtë bluzën që ju thash që parë me këto xhinkset këtu të zeza, që janë të gjëra, edhe janë edhe me bel të ulët që të rinë tamam me këtë bluzën, edhe do vesh poshtë edhe çizmet e mia ose takat. Këto takat këtu nuk janë shumë të bukura, nuk do shkojnë shumë, janë dhurat nga motra ime. Thank you motra, love you motra. Edhe tani është ora të vishemi të bëjmë gjërat e fundit edhe të ikim. Kështu që them diku këtu ta mbyll këtë vlogun, edhe shpresoj t'ia dal ta postoj brenda javës, plus shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky vlogu. Nga ju unë dua një like, një subscribe, një comment. Gjëra shumë të thjeshta, falas, nuk keni të pagoni asgjë, të ndani dashurinë tuaj me mua, edhe të më thoni poshtë te komentet të reja tuaja. Si po ja kaloni ju këtë kohë? Edhe ne do shihemi te videoradhës.